Einstein e ka thënë shumë qartë, është çmenduri me përsërit veprimin e njëjtë dhe me prit rezultat ndryshe. Jam këtu për të shprehur shqetësimin në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, që lëvizja vetëvendosje sot për herën e 7 pengoi konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës. Einstein e ka thënë shumë qartë, është çmenduri me përsërit veprimin e njëjtë dhe me prit rezultat ndryshe. Është sa ta herë që për zonjën Haxhiu ka vetëm 57 vota dhe keni pas sa herë që vinë eksponent televizjes vetëvendosje deklarohen që mbase partitë opozitare kanë reflektuar. Unë për tjerët nuk mund të flas, falen ata vetë, mirë po mund të them në emër të Lidhjes Demokratike të Kosovës që ne nuk kemi vot për Albulina Haxhiun, por as edhe për ndonjë kandidat tjetër. Zgjedhjet e 9 shkurtit e kanë treguar qartë që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk i kanë dhënë askujt shumicën absolute për të formuar si parti e vetme institucionet e Republikës së Kosovës, edhe për shkak të dështimeve në 4 vjeçarin e kaluar. Andaj ne kemi bërë qartë që institucionet konstituohen me marrëveshje politike dhe siç po e shohim, pavarësisht rezultatit të votave, lëvizja vetëvendosje insiston që t'i marrë të gjitha institucionet, të gjitha pozitat, mirë po pa e pasur shumicën dhe një gjë e tillë nuk mund të ndodhë. Tani LDK-ja e ka thënë qartë, e ka refuzuar një bashkëpunim të mundshëm përmes një letre e cila ka qenë publike. Mirë po, më lejoni t'ju them që janë edhe 13 parti tjera, sepse gjithsej jemi 15 parti parlamentare në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Andaj unë konsideroj që është dështim i tyre dhe vetëm i tyre në qoftë se këta nuk kanë lënë hapësirë bashkëpunimi me asnjë parti tjetër politike dhe kjo është për shkak të shkeljes së ligjeve, shkeljes së kushtetutës dhe sjelljes së tyre shumë arrogante. Ne i kemi thënë jo një bashkëpunimi të mundshëm dhe një marrëveshje politike me lëvizjen vetëvendosje, për situata hipotetike nuk mund të flas, mirë po ne insistojmë që duhet marrëveshje politike për të bërë 61 vota në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe këtë natyrisht kushtetuta ja jap të drejtën e propozimit dhe të konstituimit të organeve fillimisht partisë e cila është fituese. Kështu që përgjegjësia është e tyre dhe ata duhet mendojnë qoftë për të ftuar parti tjera parlamentare, qoftë për të zgjedhur zgjidhje për dalë nga gërqi. Partitë politike, po e them edhe një herë, jo nuk votojnë sepse në tërë historinë e Kuvendit të Republikës së Kosovës ka pasur parti të cilat nuk kanë votuar për kryeparlamentarin. Domethënë është e drejtë, nuk mundesh me imponu votën dhe nuk mundesh me imponu kandidatin. Nuk është, domethënë Gërçi nuk është imponuar nga ne, nuk jemi ne ata që po kem ngulim në një kandidat, u potencu disa herë që po përmenden emra të tjerë për të cilët disa partitë të tjera opozitare domethënë do të votonin. Lejoni t'ju them që partitë politike janë gjithmonë të gatshme për zgjedhje, mirë po unë konsideroj që qytetarët e Republikës së Kosovës nuk kanë votuar në zgjedhjet e 9 shkurtit për ta dërguar vendin prapë në zgjedhje pa u bërë konstituimi i institucioneve të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe këtu nëse shkojmë deri te zgjedhjet, prapë përgjegjësia i takon pikërisht partisë politike, partisë e parë e cila është edhe mandatuar sipas institucioneve, sipas kushtetutës së Republikës së Kosovës për formu institucionet në bazë të një rezultati zgjedhor. Tani t'ju them të drejtë nuk është që kemi sondazhe ose matje ose për të pasë si qëndron percepcioni publik, por logjika e thotë që edhe nëse jemi përgjegjës të gjithë 120 deputetët sa jemi në kuvend, këtu përgjegjësinë më të madhe e bën partia politike e cila ka vendin e parë. Janë 42% të qytetarëve të Republikës së Kosovës, janë 48 deputet që ulen në atë sallë dhe janë televizjes vetëvendosje, andaj që edhe nëse përgjegjësia do të shpërndahej logjikisht në mënyrë proporcionale, përgjegjësia në çfarëdo varianti, për bllokadë, për shkurjen zgjedhje, për gjithçka tjetër i takon lëvizjes vetëvendosje.